Top fare në Top Albania Radio. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Top Albania Radio, ku edhe frekuenca është si këngë. 100% unë t'kam me qërrue, veç buzët e mia të mblatime i provue. E kënë Darmenit bërë skandal që 5 minutat e para. Po shkon go burr. Ç'kënë? Po shkon më gjyste. Nëse Top fare në Top Albania Radio çdo të hënë nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Ose për ata që e kanë kështu deri te 12:00 është 6 PM. Mos shaj tani. PM. Ç'do të thonë? PM o burr kështu pas dreke, pas buke. Në rregull, me që dolem aty për gjithë turistët. Hello, Kalispera. merhaba. Hello, ore më fal. Po mirë, gjithë ata turistë që vinë kështu në Shqipëri, e din që për të kaluar një rrugë me vrap ju duhet të jenë si Usain Bolti edhe të kenë master në durim, apo se din? Sigurisht që e din. Ata prandaj në çdo moment që hedhin story apo ndonjë postim, shkruajnë Visiting Albania is an adventure. Oh, okay. Dhe ne marrim si kompliment. Tamam, buonasera të gjithë italianëve që janë mërzit që nuk janë aq të bukur sa Meloni. Do ma lesh ta mbaroj apo si? O bushat, na fal. Po na fal. Falë të bosh. Lëre. Na fal o burr, na fal. Ta mbaroj. Pesë herë më ke ndërhyr deri tani. Më fal. Sot Nuk ishte e bukur kjo që të thash? Ha? cila? Po pra që Trumpi i tha Meloni ti je shumë e bukur, burri martuar, ha? Në fakt kur e mendon i vetmi burri i martuar që guxon i bën komplimente një femre tjetër. Po është president pra, imagjino tani ç'a mund të ndodhi te shtëpia e bardh para se të fiken dritat. Mos hy aty. Apo si kanë këto halle president, Mos e hap atë deri. Okej, mirë. Hallet e presidentit, hallet e tua. Mirë. Mjaftojnë tua. Do të hap një tjetër sepse kemi DJ Vinin nga ana tjetër. E kupton apo jo? O DJ Vini, të lutem, do na japësh një goditje të fortë se dua të bëj diçka që Ç'është çuni pazarit të ri. ai bi më të fortë por DJ Vini. Në kokë, headshot. Okej, jemi gati sa Vinit na japi bazën, sepse unë Juli dua të surprizoj sot. Ç'a bazë do? Një sekond se ti nuk e ke iden fare ç'a do bëj unë tani, sepse je gati. Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në evenimentin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Ndodhemi në ringun e Top Albania Radios. Në mikrofonin e djathtë ndodhet ai që kur flet populli thot ku do me dal ky me këtë. Kollosi batutës, poeti rrugës, mjeshtri ironisë me presje, ai që kur nuk ka dëgjuar presidentin që e pi kave pa sheqer, e pi dhe ai, por me ndryshimin se ai nuk është i ëmbël vet, është i hidhur si vet shapka elastikut që na gjonte mami. Tirans, buk, kryp, zemër të bardh, Julian Hurda. Ja po duar trokasun se jemi në ring. Bravo. Si ishte nevoja për gjithë këto? Ndërkohë në të majtën e mikrofonit ndodhet ai si shqiponja. Aha, fillon. Ati që nuk i shpëton as edhe një lloj gjëje. Ai e gati ta dish se kush është ai. Sypa tremburi, ai që mami nuk i vendos hudhër në xhep, po i vendos Gurkali Angelo Shkreli. Klasë syri keq pra. Respekte, ne jemi këtu. Si e folur? Urno. Si Arjan Cure. Çfarë thua? Megjithëse Më ndoni frymatim. Më duhet ta pranoj dhe më duhet ta them kështu publikisht që kur ti flet mikrofon, ke vënë që nuk ka nevojë as për Wi-Fi, as për topolant. Po pse? Lidhesh me një herë me dëgjuesin. Oh, sa bukur. Do mi bësh këto live mi gjetë ti ti bësh 7 fjali aty, mos bëjo një. Juli, tani siç më ka hije moj Remzie. Osmani. Jo më çfarë Remzie Osmani. Është shprehje popullore. Kam një super këngë për ty. Një. Je gati? Gati hamo. Okej. Po është Vini gati. Jemi rikthyer sërish në studio. Edhe tani një përshëndetje speciale shkon për të gjithë ata që na kanë shkruar. Faleminderit shumë për komentet, për klikimet. Nuk kemi pasur kohë që t'ju kthejmë të gjithëve, por sa të mbyllim emisionin sigurisht që do t'i marrim bar. Çfarë po thua më burr? Kush na ka shkruar? Ne sapo kemi filluar dhe s'kemi dhënë as numër, as temë, as gjë. Si na kanë shkruar? Po kështu duhet morbi. A kështu duhet? Okej, mirë, se jam mësuar unë me këto. Mirë, për të gjithë ata që do të na shkruajnë, sepse numrin do ta lançoj vetëm pas pak, kemi një pyetje për ju. Çfarë mund të thuash kur kërkon shtëpi me qira që nuk mund ta thuash dot në shtrat? E mos harroni, me të fut me janë të dyja. Po, na erdhi mesazh. Mund të na dërgoni mesazhet tuaja në 069 44 28 873. Erdhi direkt. Kush është ky mesazh? Hape një Julo? Një mesazh nga jugu.
Oh, çuna kur mbaron emisioni? Duhet ta ketë ngatruar sigurisht. Ose ndoshta do me ditë kur ti bim veshët e rahat. Mesazh doni mesazh të hajrit. Okej, ja ta lexoj. Përshëndetje Bojnaçe. Shkodra. Ju dëgjoj çdo ditë teksa lajenët. Çfarë thotë më? Pas të filluar ta han drekën herët. Pse të lajenësh që në orën 6, as dark, as drek. Këta sigurisht në anglez. Çfarë thua? Mesazh tjetër nga Tirana. Faleminderit që na bëni të qeshim çdo mëngjes. Mëngjes, po nëse kemi mëngjes, se mos e ka ngatruar me wake up-in. Çfarë? Po blendo, okay, mesazh këtu vlla, kur të vish nesër mëngjes merr. Çuna qyshinje. Po ti qyshinje lushnjar. Po bëj pak pauzë, duket sigurisht që vlla është breshëri, e kupton, u bllokuat ky laptopi. Tash të dërgoj mesazhe, po jo. Ky është i madh fare. Ju dëgjova dje dhe ishit fantastik sot. Po nes dia si ishim para asë emision. Oh, Lushja. Prandaj Lushja të kemi pëlqyer se s'kemi fol fare, ti vjen veshë të rehat. O jo, ta lexoj edhe këtë tjetër, aman. Aman, ta lexoj edhe këtë tjetër. Shife çfarë thotë re, ju s'jeni normal fare. Normal. Po, normal. Ky është kompliment. Normaliteti spiuj më i dashur. Budalla, ku shitet shtrenjt zot. Prit. Është po të kapi Juli që do të lexosh mesazhet nuk mbaron më. Kemi mesazh tjetër. Duket që sigur para se të vëm, se do e di unë që do muzikë, po hajde të bëjmë një get ready with me. Bëuni gati me ne një ditë emisioni. Ha pra, hajde bëjmë. Jo, ku ti plas si bëhemi gati ne. Po mirë. Hajde ta bëjmë dhe ne si të gjithë pra të jemi in. Se s'do dalim nga shtëpia pa na tregu se si e shtypim butonin e ujit në banjë para se të dalin, ha? Jo, po bjeri dhe mikrofoni çu. Si që vinë me thoj kur. Ajo quhet ASMR. Si quhet? ASMR. Këvilluar bën get ready apo po jemi sonte. Ditë bëj dhe mukbangun. Por morning routine për shembull është ujë rrjedh, ndërsa shpresa jo. Po 10 minuta ta tregojmë shapkat, 15 minuta se si lajm. Dhe më 20 për xhaketën që nuk na shkon me shapkat. E kupton? Jam në hall shumë të madh ju. Shumë në hall dhe pastaj dalim në intervistë në televizor dhe themi s'kemi kohë, jemi shumë të zënë. Mirë burr, mirë, por më thuaj pak. Portalet shkruajnë, kush është vajza misterioze krah Don Johnny? Diti gjë kush është se s'po flet dot gjumën. Po kujtin, po kush është vajza misterioze krah Don Johnny? Unë s'po marr vesh kush është spioni i lagjet, ti thu vajza misterioze. Se keni dhe spion në lagje? Normal. Po do ta gjejmë. Nga fundi dhe do ta nxjerrim. Fundi dhe dhe ke frikë me u kollit se hop të vjen policia. Kemi filluar ta bëjmë dhe shtratin me silenciator. Kemi frikë se mos avin policët direkt. Na ka lajmëruar thotë që po bëni punime. Tani pun po bëjmë, po tokën tonë po punojmë. Po e drejtë. Drejt po. Na erdhën. Okej, sa të merrem pak me policinë ose ambulancën. Kush kaloi vino? Policia ambulanca. Sa të vinë këta që të merremi, do të ikim në muzikë, ka ardhur Jason Derulo, Take You Dancing. Julo do të shohësh të kërcesh. Jason, shkoj, hapi derën. Alo. Përshëndetje Delos. Përshëndetje nderuar. Jam ish aktor. Si ish aktor? Tani, si aktor, ç'është kjo ish? Se të shumë kanë në hije, si skena pas faqes, mbaroj shfaqja, ul perdja, s'ka më teatr, a teatri, atëros atmosferos. Kjo është çështja, po, a mund na thoni kush jeni? Ish aktor, prononcohem, zoja ministre, djalos, se më dole jashtë linjës. Të gjasë ne mi një komb me mira aktor. Dikur luaja Shakespearein, sot me zi po marrë pensionin. Merë malli për artin, për publikun, për skenën. U lirove me këtë, që bëre? Ndjesh pak më mirë. Unë jam i strënguar deri në fyti, thua u lirove. Po bje, adi këtu, ju ftojmë në top fare të bëjmë një intervjist bukur, të flasim për projektet, për rolet, për teatri. Po në kamera, dua dritë skene, jo lampa kineze. Apo i keni Gjermane, qari keni aty. Dua të hapet perdja, dua të njej erën e pullurit të rastës së zezë. Zaj ministre, ma e fanelën time, zaj ministre. E ke varur fanelën në gosht, E ka varur, zaj ministre. Mjeshtër, më lejonet ju drejtohem këshu, A nuk ju ftojnë më në për projekta? Jo, djelosh, në vend të biografisë. Tani kërkojnë linkun e Instagramit. Këtë aftojnë aktor me kë, jo aktor me të. Okej, stop, një minut. Tani këtë kë në kuptoj, po tënë që është? Talent, si lo kam një grusht e vardë. Mjeshtër. Mjeshtër, sfidoj të gjithë edhe bëj një shfaqje private.
Si thua? Ti dallesh me mua, u bërë ti të dallesh me mua. E kam titulluar Në pritje të fondeve. 3 muaj në pritje. Dhe më e mira që nuk vjen fondet, vjen Rike Roçi dhe thotë, "Ej, atë premierën e filmit tim, e kupton ti apo jo Çelbela?" Po mirë, ti shkon në kinema, pse s'keq e ka atë kinema? Mirë, mos u liro më. Mjeshtër, ditë më të mira do vinë, po tani më thuaj diçka, se ne kemi një pyetje dite këtu. Çfarë mund të thuash kur kërkon shtëpi me qera, por nuk e thua dot në shtrat? E bukur kjo, e bukur. Është e reja, po e ka pas të tjerët. Hajde tani, rof teatri, zoja ministre. Të roja, të mos roj. Kjo është çështja, s'ke faj. Më fal, ti gjali. Po. Mos i kam në gjithë qelësat aty se s'po gjej. Po mirë, se për qelësa jenë telefon, ku i le Lëre, se i kam në xhep, i kisha të xhepim mrapa. Aty ku mbaj kuletë, po as kuletë nuk kam. Si nuk kam një grusht. Po s'ke marrë pensionin. Top fare, topi, si e keni ju, iga. Nëse nuk të pëlqen topi, bëje top fare, futi një mendje të lehtë. Kështu bëjmë të gjithë. Kur jemi të ngarkuar nga hallet, se çdo të bëjmë tjetër, halle. Edhe si t'i kalojmë me muzikë shumë të mirë, ashtu siç vjen këtu në Top Albania Radio, do të shkojmë tek Gone.